Atëre Pranvera, je në gjendje të flasësh zemër? Jam gjendje, unë jam e detyruar të jap llogari për çdo gjë dhe nuk mund të lë dikush të hedhë balë mbi mua dhe familjen time. Atëre, nëse ty të vret opinioni publik dhe opinioni televiziv se historia jote është bërë shumë e madhe, mos harro vetëm një fragment se je ti që ke lajmëruar çunat për ndihmë. Je ti që ke lajmëruar shqiptarët për ndihmë. Ja është çdo shqiptar që ka bërë të pamundur. Po faundi është bërë për të më ndihmuar mua. Edhe është e vërtet. Unë nuk kam gënjur, unë e smur jam. Edhe nuk vetmja gjë që unë kam tani është të presë të më dalin gjenetika e analizave dhe të më dali biopsia. Kur ju lutem më thoni, unë biopsinë e bëra kardie. Më thoni, cili Po mirë më i Pranvera, pse je kaq e pabazuar? Ishe në Emiratët Arabi qaje dhe ishe rënë sepse gonfondi nuk funksiononte. Shkove në Amerikë, po të njëjta kriza. Ke kriza të emocione dhe do të ikësh në Amerikë. Pse? Unë e di që ti do të mbrosh atë. E di shumë mirë, po të shikosh mesazhet dhe kërcënimet që më ka bërë ai person, nuk dua t'ja di më për asnjë gjë. Është jeta ime, familja ime edhe shoqëria ime. Nuk do ja hul kokën asnjëri dhe ai njeri nuk ka shanse në botë të bëj diçka që nuk është e drejtë. Nuk është e drejtë. Ku e gjeti ai doktorin? Kush ja dha informacionet atij? Është personale. Si mund të hysh ti në kartelën e dikujt? Të nxjerrësh doktorin? E di që unë, nëse i them doktorit për atë gjë, bëhet shumë e madhe. Unë po i ruhem shumë gjërave. Atëre shumë bukur Pranvera, në qoftë se është e drejta jote, në qoftë se është e drejta jote. Kemi kërkuar strehim në spital, ai ka ardhur në spital, ka bërë sherr, më ka mbrojtur spitali, po më mban spitali dhe më thon denoncoje. Është tu, e kanë nxjerrë nga spitali dhe nuk e lejojnë të hynë më, se e pan çdo gjë që bëri. Shumë bukur. Atëre unë e bëj kështu Pranvera, e bën kështu, se unë po të shikoj goxha të përgatitur ty, goxha të përgatitur për te sëmundjes, je goxha e përgatitur dhe trurën e paske shumë. Okej. Atëre bëjmë kështu. E bëjmë kështu. Pranvera, e bëjmë kështu. Në qoftë se ti ka argumenta dhe ke në qoftë se ti do të nxjerrësh mirë atë, sepse e njeh e ke shoh. Jo, atë po them, jo më jotja. Ama të hyjë në gjuna me një person që po lufton për jetën, nuk ja fal kurr atij dhe njerëzve të tjerë që mua më kanë shkatruar familjen. Nuk ja fal asnjëri. Ti bëj çfarë të duash. Atëre dhe një herë Pranvera. Po ai njeri mua më ka kërkuar. Jo zemra ime, se ke gabim, jemi të gjithë shqiptar. Jo komplet shumë gabim. I kam të gjitha. Kur të dalin, çfarë do më thuash ti? Çfarë do më thuash ti kur të dalin? Ti përgjigja jote si do jetë? Të flas. Po nuk më le që në fillim më mbyte, është i mirë, nuk është i mirë për mua. Me mua nuk është i mirë. Këtë po të them, edhe unë këtë dua të të sqaroj, o vajzë nderuar. Unë erdha në spital, e sëmur, padjen intime postoj foto. I thash, hiqi fotot, të paktën lejet kishe marr. Qa jam unë, njëri rrugëve që postonte të bështi shoh me fytyrën time, erdhi në aeroport, tha mos tregoni. Kur arrita unë kishte postuar 1 milion broçkulla për mua, që mua më ka përzën spitali, nuk më ka përzën spitali atje. Nuk është e vërtet. Ka gënjur, asnjëri nuk ka marrë nga Dubai. Atje është shumë vend i sigurt dhe nuk kanë shanse që një njeri të bëjë këtë gjë. Atëherë dëgjoj, në radhë të parë njërë po flet gabim. Në qoftë se ti ke fakte dhe argumente, nuk flitet për shok, po flitet për drejtësia e dashur Pranvera. Në qoftë se ti ke të gjitha faktet. Për drejtësia me tënde. Më beso për drejtësia me dhënë. Siç keni ju gojë të flisin dhe të mbroni shoqërinë, jam edhe unë këtu. Jam me smur, po. Atëherë dëgjoj. Atë që është e vërtetë dhe jo atë që ka thënë ai personi. Ai do mbaj përgjegjësitë e veta. Atëherë dëgjoj pak Pranvera. Këtu nuk kam miq e shoh, këtu jemi gjithë shqiptar dhe përpara një sëmundje. Jo, nuk është për shqiptar to. Se Aleksin mua nuk më bezdisi fare, po më tha motër u shërofsh dhe dal shfaqe bardh, inshallah të shohin sa më mirë dhe nuk më tha asgjë. Ky tjetri fatura, ku je? Qa po bën? Më jep këtë, më jep atë, më ndish mbrapa, më tërhiq zvarr në spital. Ç'a jam unë? Kush drejçin është ky person? Atëre. Kush drejçin është ky person? U detyrua stafi, më morën veç, më than, "Shko, bëj denoncimin se je në mbrojtjen tonë." Për ç'a erdha unë këtu?
të bëhem lolo i Pranvera, këtij dëgjoj personi, Ilden. të bëhem lolo i këtij Dëgjoj, personi, nuk e pranova të shkoja te ai spitali, sepse më bëri përshtypje. I pyeta çfarë inshurance është. Kam pyetur avokatin, ti që je me vizë, nëse hyn aty me atë lloj inshurance futesh në burg. Nuk ka shanse një person që vin me vizë turistike të futet në atë spital më të shtrenjtë. Nuk ka shanse. Atëherë, a mund të Atëherë ti sqaro me veten tënde. Kush unë? E di si është problemi?